Unë që unë Agim Sylaj, nga Tropoja, Shqipërisë, ose si thirrëtysh i Malësia Gjakovës. Tropoja. Dhe për të rrafyë dhe për të tregu një histori të gjyshit tim, i cili u largu nga Shqipëria, nga regjimi komunist pas lufte, dhe një ngjarje e vjetër, por me domethënie më dha. Dhe ku tregohet që ka pas njerëz mirë në atë kohë, bujar, për shoh, edhe ka, do të ketë gjithmonë njerëz të mirë, dhe familje të mira dhe të nderuara. Gjyshi im, në vitin me 20 qershor të vitit 1949, u largu nga Shqipëria, duke u përgjekur dhe në momentet e fundit kur do arrestohej, kishin shku 2 policë për të arrestuar në oborrin e shtëpisë, ata i la duke pritur aty. U tha babës tim i tha që thuju policëve të rrijnë aty se po vi për pak ku po vi. Edhe na aty në rrugën dhe del në bjeshkët e Shqipërisë, në Kosheticë, nga aty kalon natën dhe futet në tokën e Kosovës ose tokën e Jugosllavisë si quhej atëherë. Nga aty arrestohet të nesër masestit, nuk dihet sakt kështu bë puna dorëzimit tina, se nuk kishte dëshmitar, ishte i vetëm. Edhe shteti Jugoslav e çon në kampin ku ishin emigrant në Galicë të Vushtrrisë, ose si quhet myshi atëherë, të Vučićevës. Aty gjyshi jeton rreth 2 vite në kamp. Pasi një jetë me një familje, me një burr të Nevelanit, ka fshati Nevelan, Rustemi, pasi bisedojnë bashkë në Vushtri, takoheshin të pazari, nga je nga Shqipëria, a ke familje, kam familje, po jam larguar nga regjimi. Edhe, kështu që duke u njohur, duke pirë një kafe bashkë, ata banë shok. Mbas disa ditësh, Rustemi merr e çon familje, e çon shtëpi, e pret, e përcjell. Shkon te gjyshi i natë, 2 net shkon te ku ishte te kampi, edhe filloi t'u shkput nga kampi. Për rreth 8 vite, gjyshi jetoi në familjen e Rustemit. Fshatit Novolan, komuna Vushtri, aty ishte Rustemi ishte me vëllezër e tjerë, ishte baba i Rustemit, Harullahi, ishin djemt, kishte familja e vet, mirë po gjyshin e trajtuan në mënyrën më të mirë nga që ishte edhe i vetëm, nga që kishte e dini si ka lënë familje, ka lënë Shqipëri njerëzit. Pas ikjes së gjyshit, ditën që largohet gjyshi me 20 qershor të vitit 1949, familja jonë merr një ndryshim të madh, kurse ka lënë në ata armik të popullit, armik i komunizmit, armik i regjimit, dhe në vitet 1948, ku mbyllet Kosova, vendoset kufiri në Kosovën, se në atë vit u mbyll, gjyshi e pa që nuk po vjen një sistem shumë i egër në Shqipëri, një sistem komunist, i cili e tha, thoshte se po futem në një sistem stalinist, ku gjithçka do jetë kolektive dhe asgjë s'do ketë individuale. Do jetë kolektive, nuk ka më individ. Atëherë, me mbylljen e kufirit edhe me shkputjen e Kosovës, ose Gjakovës, që bëjtë ke pazare, u larguar nga Shqipëria. Duke e pa që po arrestuar. Pasi nipi tina, Zoga Abdul Sylaj, ishte arrestuar në vitin 1945, 46 u arrestu ky, pasi u prish me titën Shqipëria,
ose shteti i Shqipërisë me krye Enver Hoxha, diktatorin më të madh të Europës, përveç të tjerit, edhe aty një pitina ishte njëri me shkollë, kishte marrur një shkollë për oficer në Titagrad, mbronte 2 gjotujat në atë kohë. Pra arrestimi e tina u vunë shumë forca në dispozicion, ajo u kap në malet e në sharsit e Tropojës, bashkë me Koçak që ishin në atë kohë, u qunin Koçak, që ishin dalë hapta stratar të komunizmit, edhe arrestohet pas shumë kërkimesh, dënohet me 20 vite burg dhe 15 vite internim pas burgut. Ai kishte bani 15 vite burg, bani edhe 5 vite internim, dhe kështu që ku doli jetoi shumë pak dhe vdes. Ose gjyshi im ishte një familje shumë patriotike. Ishte familje adhedorse, ku një piti djali vllaut mori pushkën, dolin për të luftuar kundër armizve italianëve bashkë. Hamza Abdyl Sylaj, djali vllait të gjyshit, të Xhepit, bashkë me një fshatar aty tonin, Jet Arif Nakaj, dalin kolonës përpara, i shkaktojnë shumë humje, që ishin një luftë gurile, vritet një piti në 7 prill të vitit 1941. Kurse ky shoku që ishte me ta, jetën i plagosur ran, jetën deri në vitet 70-71 më duket, edhe vdes, po i plagosur rreth 30 vite me plag, të marrë nga lufta. Pra ishin një familje që luftonin edhe për atë dheun, i cili nuk u njoft as ky dëshmor. Ishte dëshmor dha jetën për atë dheun, në luftën nacionale shqiptare, dhe në vitin 1972-3 u bë e mundur shpallja e atij dëshmor. Nga që ishim një familje e përsekutuar, një familje të cilën na cilësua me emrin Kulak, pas ikjes gjyshit, e mora edhe një shkallë më të ofenduese, edhe nuk e shpall një dëshmor, për hir që ishim një familje, edhe janë familje e përsekutuar dhe dëshmorë këta. U bën në vitet 72-73 duket, u bën zhvarrosja e eshtrave nga fshati, edhe dërgohet në varrezat e dëshmorëve ku janë të vendosur në Bransër. Edhe shpallet dëshmor i kombit, Hamza Abdyl Sylaj. Gjyshi u largua nga Shqipëria vetëm për arsye se do arrestonin pas një viti. Mas 2 vitesh që largohet gjyshi nga Shqipëria, fiks mas 2 vitesh, në vitin 1951, arrestohet vllai i tij me motivacionin përgatitje për dërsetim nga shteti shqiptar, përgatitje për dhe duke ndihmuar kaçakt ose kundërshtar të regjimit, duke i furnizuar me bukë, ka lidhje me bandat, po përgatitet për tik nga shteti shqiptar. Të ndodhet 20 vite burg, në burgun e Shkodrës, dhe rreth 2 vite bën burg, pas 2 vitesh vdes në burgun e Shkodrës, në vitin 51 arrestohet, në vitin 53 vdes në burgun e Shkodrës dhe ishte dënuar 20 vite dhe 5 vite kishte marrë pa të drejtë kundërshtimi, pa të drejtë apelimi. Pastaj ai varroset në burgun në Zallën e Kirit, ku është një lum në Shkodër, i cili ka lujt disa arrestratin e tij, bashkë me shumë të burgosur tjerë dhe të vdekur në burgun ku janë varros këta, nuk u bë mundur gjetja e eshtrave të tij kurrë. Me gjitha ndërhyrjet, sepse shtati i lumit kishte lëviz
Rekt më herë ndaj, lumi i Kijit në Shkodër është një lum i madh.